Mediumi i televizionit Syri disa herë ka raportuar pra këtu në Brekoc për aksidente të shumta gjatë këtyre muajve të fundit dhe mbrëm ka ndodhur një aksident trafiku ku një vetur ka shkelur 2 këmbësor. Detaje më të hollësishme të ndjekim materialin e përgatitur. Disa aksidente komunikacioni ka ndodhur së fundmi në rrugët e Brekocit, e për këtë situatë komuniteti i kësaj zone ka ngritur alarmin për siguri më të madhe rrugore, pasi në këtë fshat u regjistruan disa aksidente, siç janë goditjet e këmbësorëve, vetë aksident me fatalitet, pastaj aksidente me motociklet dhe të tjera raste, që po bëhen shqetësim i vazhdueshëm edhe për qytetarët tjerë që e frekuentojnë këtë pjesë. Na kena bërë apel edhe në komunën, kuvendin komunal edhe në policisë, disa ankesa kena dërgu, për shkak se në mos respektimi i komunikacionit qytetarë që vozitin shumë shpejt, për shkak se një arsye se janë të ka aksidente, ka shkelje të këmbësorëve, shenjat komunikacionit nuk i kanë vendosur, për atë arsyen edhe nuk vozitja është te kaluar me shumë shpejt. E kisha bërë apel se të marrin masa prap, kena bërë kërkesën për policë shtrinj, policia nuk vin, e kena ftuar disa herë për me kthyer komunikacionin, shpejtësinë, po nuk kanë marrë masa kur gjë, veç vim edhe nuk kanë ardhur. E largohu Zoti taksiratin, rrezikin, të keqen për çdo sen. Apo ndjeni të rrezikuar se i përket? Po, da shpeshën të bëve që i largohu Zoti, edhe robi, pak, më rujt. Kujtojmë se mbrëm në këtë zonë ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën Drenica, ku janë përfshirë 2 këmbësor, një i rritur dhe një i mitur. Lajmin për televizionin Syri ka konfirmuar Vlera Krasniqi nga zyra për informim dhe marrëdhënie me publikun në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, ku si pasojë e aksidentit të 2 personat e përfshirë kanë marrë trajtim mjekësor. Ndërkohë banorët kërkojnë një vetëdijsim më të shtuar nga ngasësit e automjeteve dhe kontrolla më të shpeshta nga zyrtarët e komunikacionit rrugor, me qëllim të parandalimit të aksidenteve tjera.